Miq të dashur, mirëmbrëma, mirë se takohemi në kanalin e YouTube-t në besim me Naser Selmanin. Javën që shkoi u bë një deklaratë shumë e fuqishme nga opozita shqiptare dhe për çudi media nuk i dha shumë rëndësi. Sot kemi të ftuar personin që e bëri këtë deklaratë, është deputeti i BDI-s Blerim Bexheti. Zoti Bexheti, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetëm. Pati një deklarat të fortë nga ana e juaj dhe media sikur nuk i dha mjaft, nuk i kushtoi mjaft kujdes. Ju ftuat, thatë nëse ka nevojë do të ftojmë për debate dhe maqedonase dhe shqiptar, që të shohim se si ne lexojmë marrëveshjen e Ohrit. Besoni se qeveria aktuale gabimisht e lexon tekstin e kësaj marrëveshje? Qeveria aktuale, nëse merr një programin e tyre, ajo po realizon në përpikmëri, vëmërot të pëmënen, po realizon në përpikmëri programin anti-marrëveshjes së Ohrit. Dhe unë nuk jam pa përvojë institucionale dhe politike, dhe këtë që e thash, besoj në atë preskonferencë që kisha edhe pyetje nga gazetarët, besoj se është një konstatim i shumicës dërmuese të shqiptarëve dhe nuk pata pretendim që ta vjedh si ideja, po ta përvetësoj. Besoj se jam përgjigj në zërin e qytetarëve që në vetvete dhe në debate në ndejet e tyre të gjithë e thonë. Për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, pa marrëveshjen e Ohrit dhe pa procesin integrues, është e pakuptimt perspektiva. Dhe ne jemi të zgjedhur të tyre, kemi detyrim moral dhe kombëtar që të jemi të hapur me votuesit, me qytetarët, pavarësisht se kë votojnë. Këtu të i kalohen kufit e partive politike, të i kalohen kufit e politikës ditore, pasi që kemi të bëjmë me dy çështje, dy shtylla shumë të rëndësishme. Marrëveshja e Ohrit në vetvete ngërthen të gjitha të drejtat e shqiptarëve të garantuara me kushtetut, që kjo qeveri po i shkel me një projekt një pas një. Ata nuk e thonë publikisht, por në vendimmarrje, në veprim, në kontinuitet edhe po veprojnë. Për cilët pika konkretisht e keni fjalë? Nuk ka pikë që nuk veprojnë në rënimin e frymës së marrëveshjes së Ohrit, fillimisht, tash s'ke frymë të marrëveshjes së Ohrit. Ata prej konstituimit qeverisë vendon një serb përgjegjës për ndjekjen dhe realizimin e marrëveshjes së Ohrit në këtë qeveri, i cili botërisht dihet që është në aleancë me botën serbe dhe me forca antiperëndimore. Dhe këtu ishte ai sinjali i parë që punët do të rrjedhin keq. Merrni gjykatën kushtetuese. A ka dikund një shtet që pretendon të jetë demokratik, që pretendon të jetë pjesë e Unionit Evropian, ku vetë me nënshkrimin e vet, kryeministri aktual, Kristian Mickovski, konteston gjuhën tënde Naser, konteston gjuhën e shqiptarëve, përdorimin e gjuhës. Dhe tash këtu duhet flasim diçka. Kur është për pensionet, që i ka pjesë programit vet, ai sulmon gjykatën kushtetuese. Mirpo kur është për përdorimin e gjuhës shqipe, shqiptarëve ju dërgon porosi, ne shvet s'ka masa. Kjo është shqetësuese, domethënë kjo është me vetdije, me qëllim, me projekcion, dhe don që si në mënyrë institucionale ta zbeh jo vetëm frymën, po edhe në praktik dhe në legjislacion kuptimin e marrëveshjes së Ohrit. Marrëveshja e Ohrit ka qenë marrëveshje e paqes dhe kompromis për të dy palët, dhe tash, nëse thehet nga njëra anë, ajo marrëveshje nuk mund edhe të realizohet edhe të zbatohet. E merrni ligjin e paralajmëruar për përfaqësim drejt dhe adekuat, ku ende nuk ka mbrin kuvend, po paralajmërimi do se qeveria do ta ndjek. Nuk ka ashtu ligj. Asnjë ligj tjetër nuk ka se qeveria do ta ndjek. Ligji është ligj dhe pastaj veprojnë gjykatat nëse nuk respektohet ligji apo inspektoratet, fillimisht.
inspektoratet, pastaj edhe gjykatët. Po këtu lihet në vullnetin e qeverisë dhe kjo është ajo që e thash se ata nuk e thojnë, por e bëjnë për çdo ditë. Ju kujtohet narrativi në Veles, kur doli dhe tha arritëm që t'i kthejmë kaq pozicione të Maqedonisë. Aja ludonte se u amor shqiptarëve në qeverisjet e më parshme të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe fatkeqësisht e them, ne mund të analizojmë edhe programin e Blenit, që nuk korespondon asnjë realitet me atë që kanë shkruajt, që kanë folë dhe tani. Ma tregoni adresën ku është Akademia Shqiptare, që të shkojmë të vizitojmë. Ma tregoni adresën ku është Banka Shqiptare, apo kanë mendu për Alta Bankër Serbe. Se dikur Vlenit i pengonte një shqiptar prej Ameriket këtë bankë shqiptare, tjetë pronari një bankës shqiptare këtu në Maqedoni, ma nuk asnjë zonë nuk ndëgjohet për Bankën Serbe, që është këtu. Ka bankë greke, ka bankë turke, ka bankë gjermane, bulgare. Po problema është këtë bankë shqiptare. Dhe gjitha këto, shihni talljet që po ndodhin institucionale me shqiptarët. Shihni prononcimet që bëhen nga kryeministri, ministra të tjerë vis-a-vis fillimisht ministrave shqiptarë që në këtë qeveri dhe popullatës në përgjithësi që i dërgohet si porosi. Merë përdhos flamurin, e avanson. Bën diçka ndonë shqiptarëve, e avanson. Po, kur është në pyetje për shqiptarët, a edhe është prononcu, me ligjin tim do veproj. Dhe vazhdon të vepron. Dhe gjithë kjo, ne jemi të zgjedhur, do rikthejmë aty ku e fillova, jemi të zgjedhur prej shqiptarëve. Dhe ne kemi detyrim, obligim, që t'i paralemrojmë dhe që të hapet një debat. Dhe në atë përgjigje, kam thënë, edhe debat Maqedonia shqiptarë të hapet. Dhe me fakte, me argumente, le të kyçet edhe bota akademike, edhe shqiptare, edhe Maqedone, po nuk ka vullnet të këtillë. Një debat i brendshëm brenda shqiptar edhe në tërë diasporë. Me sot duhet debatojmë se si të përjashtohet një shtetas i Republikës Maqedonisë së Veriut, vetëm se këta e kanë kompleks që posedojnë pasaporta bullgare, që mos mund një shqiptar prej diaspore të bëhet deputet, të bëhet ministër. Por nëse partitë politike, qytetarët konsiderojnë se një shqiptar prej Amerike apo prej Evrope duhet dhe të vjen të merr një përgjegjësi që të kontribon për vendin e vet, këta do t'ja kufizojnë duke e kushzu se duhet lësh pasaportën amerikane, apo zvicrane, apo gjermane, apo shqiptare. Nuk duhet jetë kompleks. Këto po zihen ditë për ditë për pasaportat bullgare, po gjithçka po bëhet në dëm dhe në korist të shqiptarëve. Dhe këtu është ai konstatimi që mendoj se ndajnë një shumicë e madhe e shqiptarëve, se shqiptarët pastaj, pas gjithë këtyre konstatimeve, kanë të drejtën legjitime që të përcaktojnë se si dhe ku duan të jetojnë. Dhe nuk kanë kohë të jenë kujdestar të një shteti jo funksional si që dojnë të bëjnë këta. Tendencat, ju va them me përgjithësi të plotë, vazhdimi i kësaj rruge do të bëhet edhe më keq për drejtat kolektive dhe individuale të shqiptarëve. Dikush mund të thotë jeni në opozit dhe e them, jo, fjala publike ka peshën dhe relevancën e vetë. Dhe ne matemi për fjale dhe për punë. Pikrisht për këtë desha t'ju pyes. Ju thoni që nëse ky debat nuk është i fryqëm dhe nuk arrim në një rezultat përbashkët, ose një konstatim të përbashkët, si du të lexojmë marrëveshjen e Ohrit, atëherë shqiptarët kanë të drejtë të kontestojnë apo të kërkojnë rregullim të ri shtetëror. E keni fjalën për federalizimin e Maqedonisë? Po në atë debat të brendshëm shqiptar ku do të kyçet edhe diaspora shqiptare, edhe shqiptarët që jetojnë këtu, gjithë duhet të dëgjojmë dhe jo paraprakisht Blerim Bexheti apo dikush tjetër ta përcakton si do duket. Normalisht duhet respektu procedurat demokratike, qoftë me referendume, qoftë me iniciativa tjera që i nje e drejta ndërkombëtare, po edhe kushtetuta e vendit, që të ketë një qasje serioze, dhe kjo është ajo thirrje për një debat të gjerë të brendshëm ndër shqiptarë. Para
në fakt pas zgjedhjeve të vitit 2024, BDI-a angazhoi një ekspert ndërkombëtar për të parë ose për të përgatitur një platformë e cilën do të ofrohet një pikpamje tjetër se si duhet të veprohet në raport me marrëveshjen e Ohrit. E keni këtë dokument dhe çfarë sugjeron zoti Paul Williams? Kur flasim për angazhimin e ekspertit amerikan, ju me siguri keni ndjek edhe rezolutat e Kongresit Bashkimit Demokratik për Integrim, ku nuk është e rastit dhe nëse zbërthehet qeveria, formimi i qeverisë me badenter, ajo i eviton këta nevoja. Ideja është vota tjetër barabartë, të ketë legitimitet të dy fisht, edhe shqiptar edhe Macedon, edhe shqiptar. Tash që nuk ka legitimitet, se gjithçka filloi nga mos respektimi i votës dhe ja ku jemi sot. Sot jemi të izolum, sot ditë për ditë e flitet vetëm për kontestimin e drejtave të shqiptarëve. Nuk flitet për ndonjë progres, nuk flitet për ndonjë zhvillim, nuk flitet për frymën e marrëveshjes së Ohrit. Tash, në këtë kohë, pas sa viteve të marrëveshjes së Ohrit, merr një deklaratat. Del kryeministrit, thot, po, studentët ka drejt të japin provimin e quhen shqipe, së është në ligjin për gjuhët. Merr një deklaratën e zëvendës ministrit të drejtësisë tek ligji për Këshillin e prokurorëve. Ajo çështja thotë është e zgjidhur te ligji i gjuhëve. Çka është esenca e kësaj? Ku duan ato? Është, ku duan nuk është. Po ky ligj a vlen në tërësi, siç është i projektuar, siç është i miratuar, apo ky ligj vlen pas dy ditëve thotë që nuk është e rregulluar dhe do mendon diçka tjetër që ta dëmton ligjin bazë. Jo. Këtu nuk po respektohen ligjet për shqiptarët. Dhe prandaj është kjo situatë alarmante ndër shqiptarët dhe unë ju siguroj se shumica absolute e shqiptarëve mendojnë kështu. Pyetja është e drejtë për drejtë. Mendoni se ka ardhur koha që të braktiset koncepti unitar i shtetit? Unë mendoj se duhet hapet debate dhe në atë debat do konstatohet, sipas mendimit tim, që duhet braktiset. Keni ide Se ndaj bindje e thellë se kjo garnitur politike nuk ka vullnet për me lexu drejt dhe me zbatu që është shumë e rëndësishme marrëveshjen e Ohrit. Unë do dëshiroja të jetë e kundërta. Por përvoja ime institucionale nuk shet një gjë të tillë që këta kanë gatishmëri. Këta e bëjnë gjithën të kundërta prej frymës dhe prej asaj që shkruan marrëveshjen e Ohrit gjithësisht kushtetutën e vet. Është projekt politik apo është ideja që të provokon shqiptarët dhe të tensionon raportet në rajon në kohën kur Maqedonia si duket po refuzon të nisë negociatat me Bashkimin Evropian? Nëse nga institucionet relevante europiane konstatohet ndikimi i botës sërbe në Maqedoninë e Veriut, a duhet përgjigjemi, a është projekt apo është diçka tjetër? Sigurisht që është projekt, me ndikimin e botës sërbe që qeveria Mickovski është në ndikim të atij projekti dhe pareve kineze që erdhën nga Hungaria në qeverisjen e Orbanit dhe duke e marrë kontekstin e ndikimit edhe të Moskvës në këtë osk, sigurisht që është projekt politik dhe shqiptarët duhet të jenë të përgatitur me një konsenzus të gjerë maksimalisht mes vete, që t'jenë të gatshëm t'i përgjigjen këtij ndikimit të botës sërbe që realizohet nëpërmjet Flisni për konsenzus megjithatë konsenzus mes partive shqiptare këtu nuk ka për këtë çështje. Tash nuk fola për partitë shqiptare, fola për shqiptarët pasi që është moment i ri. Dhe shqiptarët do i detyrojnë edhe partitë politike pastaj që ta analizojnë me pikëshmëri nëse përfaqësojnë
artikulojnë dhe mbrojnë interesin shqiptar. Keni menduar për cilin koncept konkret të federalizimit i përgjigjet Maqedonisë? Unë jam një shqiptar që të duhet flas. Në kuadër të BD-s nuk është folur për këtë temë? Jo, në kuadër debatit, do se hapet një debat, si çdo flisni ju, do flas edhe unë dhe çdo shqiptar tjetër që e ritheksoj në diasporë, në vend e kështu me radhë. Në deklaratën tuaj, nëse analizohet me kujdes, ka dhe diçka që shkon përtej federalizimit. Ju thoni, nëse nuk respektohet marrëveshja e Ohrit, shqiptarët kanë të drejtë të vendosin si dhe ku të jetojnë. Kjo do të thotë, nëse unë e kuptoj drejt, nuk përjashtoni nëse pala Maqedonë, nëse tregohet e papjekur në të drejtim të shkohet edhe në ndarjen e Maqedonisë. Personalisht, ne dy prindët tonë kanë jetuar në një shtet tjetër që se ka pas emrin Maqedoni. Maqedonia ka qenë kuadër të atij shtetit. Po problemet e kanë pru që edhe mos ekziston. Të shpërbëhet gjithësisht dhe kanë nimt rregullime të reja brenda atyre shteteve që kanë përbërë një tërësi që quhet me Jugosllavi. Është kështu. Merrni Bashkimin Sovjetik. Gjithë kanë qenë më një shtet dhe në kriju plot shtete tjera. Dhe sigurisht që nëse e merrni gjenezat dhe u lumtem gjenezat, gjitha këta burimin e kanë nga problemet etnike që janë lexuar ndryshe, që janë zbatuar ndryshe dhe në mënyrë paqësore ke edhe shtetet të Unionit Evropian, Çekinë dhe Slovakinë. Edhe ata ishin një shtet. Kjo nuk flasim ne a priori se si duhet jetë. Unë kam qenë i kujdesshëm se debati shqiptar do të përcakton se shqiptarët kanë të drejtën legjitime se si dhe ku duhen të jetojnë. Kjo është shumë e saktë. Shqiptarët duhen të jetojnë me aleatët pro-perëndimor në NATO dhe në Unionin Evropian. Po shqiptarët duhen të jetojnë edhe në të drejtat e veta etnike kombëtare në kuadër të këtij sistemi që është tani. Dhe nuk është fundi i botës ndryshimi i sistemeve. Edhe i rregullimeve shtetërore. Nuk është fundi i botës. Është shumë demokratike, është shumë legjitime. Nëse dëshmon se ky sistem nuk po funksionon, atë kërkoni alternativa. A mendoni se shqiptarët janë të gatshëm të hapin se ky është një debat serioz, i cili do të shkaktojë edhe reagime tjera? A mendoni se e para shqiptarët janë të pjekur për të hapur këtë debat? Dhe e dyta, a besoni se do siguroni mbështetjen nga shtetet shqiptare në rajon dhe në përgjithësi nga faktori euro-perëndimor? Çdo individ, siç ka në një farë mënyrë detyrim, obligim që të kontribon në familjen e vet, edhe këtu, si tërësi, çdo shqiptar ka obligim që të jetë pjesë e një debati të gjerë rreth këtyre zhvillimeve shumë të rëndësishme. Çdo kamp ka dinjitetin e vet. Çdo kamp ka dinjitetin e vet. Shqiptarët në histori, nëse do e marrësh, ka një dinjitet të fuqishëm. Jo në dëm të tjerëve, po për vete dhe nuk kanë leju që të nëpërkana dhe të përpusur. Dhe nëse merren deklaratat e udhëheqësve shqiptar në ndër vite, pavarësisht të një sistemi komunist apo demokratik, kanë pas guximin që t'ju kundërvihen sistemeve shumë më të fuqishme për atë kohë dhe nuk kanë leju nënçmimin. Pasi që një komp, nëse lejon që të nënçmohet, ai ka problem serios. Dhe unë nuk besoj se shqiptarët janë në këtë situatë. Është e vërtet që zamka ditore politike krijojnë një huti tek shqiptarët. Po besoj se dhënia e mundësisë të çdo shqiptari që tjetë pjesë e një debati se si e sheh veten e vet, kombin e vet, sot, nesër, pas 100 viteve, duhet ta konstatojnë, pastaj të konstatohet se si duan të jetojnë.
Besoni se shfuqizimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve do t'jetë ajo pika që do t'a derdhë faktikisht durimin e shqiptarëve dhe do jetë shkas për të hapur përdorimi i gjuhës shqipe në gjyqësor, në emblemat policore, në emblemat të ushtrisë, në banknota e kështu me radhë. Ata bëjnë pyetjen të kundërt. Çka i pengon atij? Çka ka e kundër përdorimit të gjuhës shqipe? Ai dhe ata që e mbështesin atë. Arsyetimi është në kundërshtim me kushtetuta. Merrni, parlamenti ka votu dhe nuk është kundërshtim me kushtetutën. Dhe këtu është ajo që thash që ne lexojmë ndryshe përfundimisht marrëveshjen e Ohrit. Hajde ta kontestojmë edhe në gjuhën maqedone, përdorimin e gjuhës maqedone. Pse ai ka drejt vetëm ai të konteston? Është pronë e tij? Është pronë e një etniteti, se nuk është në një zongë personale ndërmjet emrave të përvetshëm këtu. Është përplasje konceptesh është kjo. Është kompani private aty. Ky shtet është i përbashkët. A mund të ekziston pa Maqedonë dhe shqiptarët? Në këtë rregullim. Vetëm me Maqedonë mund të ekziston? Jo. Mund të ekziston nëse shqiptarët do nënshtrohen, por këtë e siguroj që nuk do të ndodhe që shqiptarët nënshtrohen. Dhe këtu e bëjnë gabimin më të madh. Ju si opozitë shqiptare nuk do lejoni. Po shqiptarët nuk do e lënë. Procesi duhet të udhëhiqet prej dikujt. Po lindin gjithmonë forca. Gjithmonë kur dështon një koncept. Gjithmonë udhëhiqet një koncept tjetër. Dhe as shqiptarët kanë kuadra, kanë kapacitete, kanë popullat, me regjistrimin e fundit dihen numrat se sa janë shqiptarët. Edhe atë kontestojnë. Edhe regjistrimin e kontestojnë. Këta kontestojnë regjistrimin, kontestojnë gjuhën, kontestojnë përfaqësimin e drejtë, kontestojnë gjithçka, gati se gjithçka që është nga marrëveshja e Ohrit. Marrëveshjet duhet respektohen nëse janë dy palëshe nga dy palët, nëse janë tre palëshe nga të tre palët. Dhe kur nuk respektohet nga njëra palë, ka problem serios. Dhe ne tash çka duhet bëjmë? Të heshtim që nuk ka problem? Jo, ka problem. Që të thash, sot debatojmë në që t'ju hiqet mundësia qytetarëve, shtetasve të Maqedonisë së Veriut, vetëm se kanë kompleksin e pasaportave bullgare. Për problemi aty nuk është i atyne që kanë pasaport bullgare dhe kanë kompleks të pranojnë që kanë. Nëse unë dhe kisha shtetësi shqiptare, me shumë krenari do thotë që e kam. Unë jam shqiptar. Ta kisha të Kosovës, do thosha, po e kam. Edhe ta çka duhet? Për një ndjenjë inferioriteti, dikuj tjetër duhet penalizon kuadro që duhet t'i shërbejnë vendit. Antikushtetuese është, antifrimës marrëveshjes Ohrit është, gjithçka është Ata bëjnë veprime antikushtetuese. Jo për ligji për përdorimin e gjuhëve. Nuk është antikushtetuese. Një ndër çështjet për cilat ju edhe e ngritët... Ne jemi zgjedhur për shqiptarëve, nuk është ai zgjedhur. Shihni narrativin ku është edhe më i rrezikshëm. Në politik, asgjë nuk është e rastit. Shkon në përvendbanime shqiptare dhe thot, partitë shqiptare nuk bua kanë zgjedh, këtë çështje dhe këtë shpërdor pozitën e kryeministrit, ne do e zgjedhim. Po ka dalë mërë zotnik se zgjedhim. Ka dhe detyrim të zgjedhim. Ka dalë se është detyrim. Dhe nuk është zgjedh para vitit 2001, kur është në nënshkruajtur marrëveshja e Ohrit, dhe po zgjidhen tani një projekt infrastrukturor. Po me taksat e gjithë qytetarëve, po edhe shqiptarët kontribuojnë me taksa këto. Dhe aje këtë shpërdor atë pozit, dhe dikush ja lejon fatkeqësisht, edhe narrativi është, cila është porosia se të zgjedhurit e juj nuk din, a i nënshmon ata që i ka vetë qeveri për momentin. Po a i mundohet thot ata për para nuk e kanë zgjidhur. Këtu pat konfliktme, u arrit marrëveshje, ka pas shumë probleme që realisht edhe nuk janë zgjedhur. Mund të kish pas edhe vonesa, që ne pranojmë. Nuk është, ne duhet të folim hapur me popullatën.
Ne themi se tendenca se si ka fillu për këto 2 vite është shumë e rrezikshme dhe e dëmshme për shqiptarët. Kjo është e tëra. Që ju e vlerësoni se është e dëmshme, është edhe qasja e kryeministrit ndaj çështjes së Jo vetëm integrimit. kryeministrit, qeveri. Është establishment politikës e qeverisë. Nuk është çështje personale. E krerëve shtetëror, bile edhe më mirë të thuat. Pengimi i integrimit në fakt është i motivuar edhe nga ideja i pengimit të demokratizimit të vendit, edhe një mënyrë për të mbajtur në tutel shqiptarët në Maqedoni. Se po e analizojmë me kokë të ftohtë çështjen e integrimit, do duhet të ishte në interes të gjithë qytetarëve. Pse atëherë kryeministri është kundër integrimit? Tuan në 2 segmentet përgjigjem këtë nëse ta më lejoni. Hajde dhe u thotë Maqedonasve se të përderisa sa jam unë, për edhe shqiptarëve, kryeministër, nuk do të ndodhin ndryshime kushtetuese që janë në dëm të identitetit Maqedonas sipas atij. Po cili është prej ku buron propozimi për ndryshime kushtetuese i harmonizuar brenda Unionit Evropian? Unioni Evropian ka harmonizuar një kornizë që njihet si propozimi francez. Dhe ky nuk e pranon. Paraprakisht unë përmenda ndikimin e botës sërbe. Dhe besoj që nuk e rasti që ne morëm edhe mjete kineze me 100 miliona euro, që nuk dihen cilave kompani, ndoshta edhe fiktive të rrethit të vetu ka dhënë. Dhe gjithata, ti, unë dhe gjithë shqiptarët do t'i paguajmë ato taksa. E këtu vim marrëveshja e orit dhe integrimi. Përsëri do ndërlidhëm taj debat ndër shqiptarë. Që bëne? 80 vota si kemi. Po ama, i kemi 30 vota. Mbi 30 vota të deputetëve shqiptarë që planifikojnë të bëjmë një nismë që të inicojmë ndryshime kushtetuese me votat e deputetëve shqiptarë. E keni për krajën e Evlenit? Unë nuk t'ja e kemi për krajën e Evlenit. Planifikojmë, ata kanë bërë një preskonferencë kur ishin në opozit, konkretisht Afrim Gashi, bashk në prezencë Bilal Kasamit dhe Izet Mexhitit, dhe ku kanë kërku që urgjentisht kjo shumicë parlamentare të fut në procedurë ndryshimet kushtetuese, në të kundërtën do të konstatojnë se nuk ka kjo qeveri, kjo shumicë parlamentare nuk ka kapacitet. Unë nuk them a kanë kapacitet askar. Ne këtu duhet në praktik të testojmë vullnetin. Arsjetimi se Bullgaria nuk ka qeveri, kaloj, ka qeveri. Votat, konform kushtetutës, Maqedonisë Veriut, i kemi mandatet që forcat politike shqiptare, BDI, Fronti Evropian, Vlen, Alianca për Shqiptarët, në një deputet nësë është i pavarur, e kështë me radhë, PDSH, jemi mbi 30 deputet. 30 deputet duhen konform kushtetutës dhe rregullores për inicimin e ndryshimeve kushtetuese. Dhe edhe faktorit ndërkombëtar, po edhe të brendshëm, të tregojmë se pse e bllokojnë, edhe të na tregojnë pse e bllokojnë. Të shohim si e lexojnë. Do ndihmojë kjo të qartësohet skena politike, raportet politike, kush është për, kush është kundër? Po nuk është këto debat ditor, këto është debat strategjik të orientimit vendit dhe të popujve që jetojnë këto. Nuk është pronë e ati zotniut ky shtep që ajta mban peng derisa dojaj. Edhe mbas disa viteve, kur dojaj, hajde të bëjmë ndryshime kushtetuese. Çka janë shqiptarët këto? Ju ndëgjoni narrativin ndaj Bujar Osmanit vetëm pse ai ka qenë ministri i punëve të jashtme, thot nuk do t'ja harojmë asnjëherë pse ka negociu marrëveshjen me Unionin Evropian. Ka negociu Bujar Osmani?
Pse nuk i akuzon zyrtarët Nuk ka qenë vetëm marrëveshje Pse nuk i e akuzon- Bujar Osman, ka qenë marrëveshje e e qeverisë. qeverisë? Pse nuk i akuzon eurokomesarët që e kanë negociu? Po një shqiptare akuzon, se Bujari megjithatë ka qenë përfaqësues i Bashkimit Demokratik për Integrim, ministri i punëve të jashtme në shtet dhe me etnitet është shqiptar. Për me dy arshine, me dy standarde, për ditën gjë, akuzon një pse përkatësisë etnike shqiptare, por nuk akuzon zyrtarët evropianë. Po ama nuk e zbaton. Kështu që me mandatet që i kemi, që besoj që është orientim i tërësishëm i gjitha forcave politike shqiptare, i gjithë deputetëve shqiptarë, por ne do bëjmë thirrje edhe deputetëve tjerë që ta përkrajnë këtë nisëm dhe të zhbllokohet ky proces eurointegrues. Kur mendoni ta dorëzoni propozim? Po ja tash për sparjera, thëmë edhe është një thirrje publike, ne gjithë jemi deputet edhe individualisht, nuk jemi vetëm të partive politike. Këtu qytetarët kanë vendos dhe planifikojnë në seancën e parë të radhës një moment ku kjo pikë ndërlidhet që ta bëjmë edhe thirrjen, pastaj ti ndëgjojmë prononcimet, ju jeni medium, pyetni edhe ata nëse janë të gatshëm që sot e bëjnë, që nesër. Nuk na duhet asnjë ditë humbim. Ky vullnet politik ekziston të opozita shqiptare, që dorëzohet një propozim i tillë. Ky vullnet politik ekziston të çdo shqiptar, jo të opozita shqiptare. Të çdo shqiptar ekziston ky vullnet politik. Të zgjedhurit shqiptar duhet vetëm ta inicojnë dhe ti ndëgjojmë pse nuk e bëjnë. Nuk e bëjmë. Edhe të konstatohet pastaj edhe pjesa e parë se gjërat janë të ndërlidhura dhe janë shumë specifike. Ai shprehet kështu dhe është edhe me decenje nuk e... Është duke, mi që si duket ky konteksti me Bullgarinë po i shteron, si duket nuk motivon nacionalistët maqedon. Këtu tani si duket i fton shqiptarët që t'i vejnë në lojë, ose t'i provokoj shqiptarët që në një mënyrë të bëjnë defokusin e debatit, sepse kjo qeveri çfarë rezultate shka. Normalisht mungesë të rezultateve ka devalvim të figurave politike shqiptare, ka tendencë të shitet sikur bën diçka, lufton krimin, korrupsionin e kështu me radhë. Në fakt mungesë të rezultateve ekonomike, marrëdhënieve ndëretnike, procesit integrues, ekonomiko-financiare dhe tash mos flasim për çështje tjera. Sigurisht që nuk kemi ndonjë rezultat epokal në këtë dy-vjeçar as në kulturë, as në sport. Nuk keni frikë se mund t'ju tërheqë në një lojë e cila pastaj mund t'i shërbejë aty që të nxirret nga situata? Ne nuk duhet, mendimi im personal është se nuk duhet kemi kompleksin se ai na tërheq në lojë. Ai ka fut tërë shtetin dhe tërë qytetarët në lojë. Dhe ne nuk futemi në asnjë lojë. Përkundrazi, këta qëndrime që i them, këta mendime që i them, publikisht, unë mendoj se duhet ndihmojnë edhe çdo maqedon që të mendon pak ndryshe. E ka vë një term mediatik. Dhe nëse nuk respekton frymën e marrëveshjes Ohrit, që me këtë marrëveshje e Ohrit është sinonimi të drejtave të shqiptarëve, identifikohen shqiptarët me një të arritur, ku e shohin veten si shtetas, qytetarë të barabartë këtij shtetit, në anën tjetër ne jemi dëshmitarë, siç është mediumi juaj, dëgjojmë edhe mediume tjera. A flet për drejtat e shqiptarëve në shumë mediume, në mënyrë shumë transparente, shumë publike, një ditë thënë shkojnë në Shqipëri. Po kush që do të na tregojnë ku do të shkojmë ne? Se po që mund bëhet edhe ndryshe. Pa mund bëhet edhe ndryshe. Nëse nuk ju respektojnë drejtat e shqiptarëve, dhe ata le të shkojnë në zgjedhjen në një shtet ku dojnë të jetojnë. Për ata individ. Po ku na shpije kjo? Prandaj duhet një debat jo me
me kompleksin e frikës se do bim në kurthe, do na akuzon, e do shkruaje letëra i zotnia te faktorin ndërkombëtar, se Blerim Bexheti e Kristian Mickovski e dikush tjetër aq let mund ta gënjen faktorin ndërkombëtar. Ta kanë zyrtarët e vet në rrugë ligjore që i ndjekin gjitha zhvillimet. Kështu në fundit është shumë normale ata të besojnë informacioneve që burojnë nga ata. Normalisht duhet t'i ndjekim edhe qëndrimet, informacionet që burojnë edhe nga përfaqësuesit politik shqiptar, maqedon, turq, bosnjak e kështu me radhë. Kështu që nuk konsideroj se shqiptarët duhet të kenë ndonjë kujdes të veçantë se bijmë në grackën e... Ju jeni të bindur se ky veprim do ta qartësoj skenën politike dhe do t'i ndihmojë vendi që të marrë kursin që për cilin ka nevojë. Çdo ditë e humbur, ne çdo ditë e shtypim perspektivën e çdo qytetari në shtet, të çdo qytetari. Po, në fund, meqense kemi edhe problem të marrëdhënieve ndëretnike, kjo është ajo përgjigje ku më thënë se shqiptarët në një debat të gjerë kanë të drejtën legjitime të përcaktojnë se si duan dhe ku duan. Praktikisht ekziston një tezë në opinionin publik se integrimi është ajo që i lidh bashkësitë ndryshme etnike në Maqedoni dhe rrezikimi i këtij procesi faktikisht do të na çojë në një konflikt. Në NATO, para antarësimit të shteteve në NATO është e kundërt. Stabiliteti i brendshëm, konsolidimi institucional e kështu me radhë. Dhe ky nëse e vëreni, nëse keni tendencën se vetëm me njerëz zgjidhet. Ki paraprakisht godet marrëdhënie ndëretnike, godet të drejtat e shqiptarëve dhe këtu nuk realizon integrimin. Unë jam idhëtar, si deputet, si zgjedhur i popullit, që ta sfidojmë për të dia dhe kemi detyrim dhe ta informojmë. Jo të sfidojmë, se nuk është një betej, përplasje konceptesh është më larg se sa politikë ditore. Nëse shqiptarët i besojnë Unionit Evropian, nuk e thot Blerim Bexheti as Naser Selbani, e thot muaj Unioni Evropian se ndikimi i botës sërbe është shumë i madh. Dhe ai ndikim ne i debatojmë pasojat e atij ndikimi. Dhe këtu ka individualisht çdo deputet, çdo ministër shqiptar në veçanti të jetë shumë i kujdesshëm se si vepron në aspektin politik. Pasi që mandatet shkojnë e vinë. Kjo vlen edhe për kryeministrat. Mandatet shkojnë e vinë, ky shtet ka pas plot kryeministra, nuk janë. Edhe nuk do jetë, nuk mund të jetë i përjetshëm. Gjithë duhet të jemi në nivelin e përgjegjësisë së detyrës dhe kompetencave që na takojnë. Në fund duhet t'ju pyes për një dukuri që është bërë praktike këtij pushteti. Është hera e dytë që targetoheni nga qeveria. Këtë javën e fundit doli me një padik kundër jush. Mund të na tregoni për çfarë ju akuzojnë? Për rregullim komunikacioni, pasi që ka dhënë pëlqim Ministria e Punëve të Brendshme. Ku është përgjegjësia të rregulli? Shqiptare, këtu nuk jemi për të hallet personale. Nëse ka gabu Blerim Bexheti, duhet përgjigjet, qoftë edhe për një pëlqim që ka dhënë. Unë të thëmë drejtën, isha jashtë shtetit dhe mendova se kanë akuzu për drogën që kaloi kufiri. Nuk ishte. Mendova që më kanë akuzu për reketin që bëhet kryesisht kompanive shqiptare që duhet doganojnë mallrat që pinë prej jashtë. Me ndonjë qytetar Gjergjelis, por nuk ishte ajo lart. Unë mendova se kanë akuzu se kanë bërë rritjen e çmimeve të autostradave që po ndodhin këtu në shtet. Unë mendova se më kanë akuzu për një projekt energjetik. Por nuk ishte edhe kjo.
ishte i tërë aparati shtetëror për një rregullim të komunikacionit. Që kam nënshkruajt në cilësinë e kryetarit komunës për një kompani në Saraj që se kam as lidhje familjare, as fisnore, as miqësore, as thjesht e ku pas detyrimat të bëj. Po këta nuk o problemi ajo. Problem më i vogël është ngritja e procedurës të blerimit apo dikuj tjetër. Këtë thash paraprakisht, tendenca e këtij zotënijut, që nuk është Shqipëria shumë, në këtë pozicion të kryeministrit që bën keqpërdorimin e organeve shtetërore, që të krijon mjeko, siç është rasti me Kreshnik me këteshin për diskotekën Pullsat. As ka dhënë pëlqim, as fuxhojnë, do të shkojmë të janë javët në gjyq, që shqiptarët i bën të kriminalizohen. A e bën fillimisht nëpërmjet të përzgjedhurve të tyre kur thëmë shqiptarëve. Kretë kjo është pjesë e projektit, nuk është rastësi. E mund ngrej edhe tjetër ndaj blerimit, se lufta ndaj blerimit është shumë më e vogël se sa lufta që bëhet ndaj shqiptarëve. Ju e përmendët shpërqendrimi në opinionit. Nuk është kjo edhe një mënyrë për të ushtruar shantazh dhe për të disiplinuar përfaqësuesit opozitar që të mos kritikojnë politikat e qeverisë? Por normalisht që është, pasi që ne nuk jemi pa informacione. Dikon 9 muaj përpara, një zyrtar i Vlenit në një zyrë në lokacion këtu në Shkup, kur i bën ofertë një zyrtarit të BDI-s që të kalon në Vlen, më për rastin e kontrollit teknik në Saraj, thot pas bisedës që kam pas me Kristian Mickovskin, pa që Toshkovski do t'jetë i obliguar që t'i ngrenë procedurë penale. Dhe unë këte në procedurë në prokurori do t'i parashtroj këto argumente. Dhe me emra me mbi emra, unë nuk flasë me konspiracione. Është kërkes të Izet Mengjitit deri tek Kristian Mickovski. Ta një ditë do jenë edhe persona fizike dhe unë do jenë persona fizike. Nuk do jemi për bartës të funksionave. Kjo është realiteti. Përdorin gjyqësorin që qërojnë hesapat me kundërshtar politik? Ja, përdorin gjyqësorin për të kriju defokus tek shqiptarët se dikush që nga i kriminalizohen. Përdorin defokus. Shkon të Tetov, lishon rrugë Bilal Kasami pas një pëlqim prej sektorit Ministrisë Punëve të Brendshme për rregullim komunikacioni. Patje nuk vlen, si i shërben atij zotëniut. Këtu ka përsëri ngren. Këtu është dallimi. Ai do të dërgojnë një porosi se shqiptarët nuk punojnë në mënyrë institucionale, nuk njohin veprimin institucional, janë të korruptuar, janë të kriminalizuar, ku një përbenda rastet ku prita se do të isha në përfshimjet aty në rasteve. Po aty leqës jam unë. Në opinion për flitën të afërm të dikuj tjetër që janë. Që me kalimin e kohës, unë nuk do të bëj zënk personale, nuk mungon guximi edhe me emra, me fakte, do i flasim. Nëse do ketë fakte për përfshirjen e njerëzve në këto? Nuk konsideroj se jam njeri pa informacione dhe deri sot nuk kam folë në bluff, asnjëherë. Periudha në vim do të flasim. Zoti Bexheti, faleminderit për bisedën. Edhe njerë do e ritheksoj, problem më i vogël është ngritja e procedurave ndaj blerimit, Fatmirit, Kreshnikut, tjetrit. Dhe këte ja kam thënë shumë herët në parlament. Ti mund na tentosh na shantazhosh nere. Po shqiptarët s'ndë i shantazhosh. Dhe t'jeni të sigurt që shqiptarët nuk të arrin që ky dhe asnjë kryeministër tjetër t'i shantazhon. Faleminderit për ftesën. Besoj që ishte kënaqësi edhe për mua, po kjo është edhe detyra jona që t'jemi të hapur para qytetarëve për mendimet, idetë tona dhe besoj që sadopak kontribuam në qartësinë e zhvillimeve politike dhe ideve që
janë paranesh në këtë Faleminderit. Të nderuar miq, ndoqët bisedën me deputetin Blerim Bexheti. Diskutuam për deklaratën e tij lidhur me nevojën për të hapur debatin për ndryshimin e rregullimit shtetëror të Maqedonisë, sepse dikush sistemin unitar është duke u përpjekur që ta keq përdor. Si do të jetë reagimi i shqiptarëve, do të presim të shohim. Unë ju falenderoj për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe ju uroj natën e mirë.